Donald Trump ka paralajmëruar se ushtria amerikane po shqyrton opsione shumë të forta ndaj Iranit. Deklarata e tij për të goditur Republikën Islamike vjen për shkak të shtypjes së protestuesve, ndërsa aktivistët njoftuan se numri të vdekurve në mesin e tyre ka shkuar në mbi 500. I pyetur për kërcënimet e Iranit për hakmarrje, presidenti amerikan tha: "Nëse e bëjnë këtë, ne do t'i godasim në nivelet që nuk janë goditur kur më parë." Ndërkohë, ai ka deklaruar se Irani ka propozuar negociata. Trump theksoi se një takim me Teheranin po përgatitet, por paralajmëroi se SBA mund të veprojë edhe para negociatave. Ndryshe, Irani më herët kishte paralajmëruar se forcat amerikane dhe Izraeli do të jenë objektiva legjitime në rast ndërhyrjeje. Protestat filluan për shkak të rënies së monedhës iraniane dhe krizës ekonomike, dhe shpejt u shndruan në thirrje kundër regjimit, ndërsa ndërprerja e internetit po e bën të vështirë vlerësimin e situatës reale. Për të mësuar më shumë rreth zhvillimeve të fundit në botë, lexojeni telegrafi.com.